i ka ndru rolet. Meshkujt jënë bo femna e femnat jënë bo meshkuj. Na vetë ja kena dhonë mundësin meshkujve, të ju tregu që jena shumë zojat, ata të rote poshtë. Dhe degenerimi, rrjetet sociale, grupet e grove, të i po femnat në perëndim, kje lejohet, jo pra s'lejohet. Shumë me vërtet që femnat ma shumë të ratajnë. Armo femnat, mësara, moshli, për epsh të ratën, femnat të ratën për akmarje. Është okej, më të bo fëmija LGBT, nuk është okej. Pra ki shqiptar, ki traditat e tua. Po me po nënën tam rrjetë sociale, nëse pire më nënë. Valoj biloj ju, se në i kam animon TikTok. Nëna më mi live. Çka të bën të lumtur në jetë? Çka më bën më të lumtur në jetë? Familja. Po. Andëgon, familja sot sa ka rëndësi, familje të përgjithësi tradicionale, apo shumë për familje tradicionale. Si e shek këtë? S'po di që më thonë. Varet prej aspektit që shë njëri e percepton të vetja familjen. Për mu familja është e shajt. Edhe është më kështu me shumë vullnat. Edhe nuk di me thonë o lodha. Edhe pse ka raste që lodhat njëri, normal. Se familja lip sakrificë. Po nuk është mirë. Me artë e divorci më shkatru familjet nuk është mirë. Me qëra fjallat e divorci, se ka të shumë divorce në familje? Se i ka ndru rolet. Meshkujt jënë bo femna e femnat jënë bo meshkuj. Kështu që duhet me ditë rolin ku është femna edhe ku është moshli. Na vetë ja kena dhonë mundësin meshkujve, të ju tregu që jena shumë zojat, ata të rote poshtë. Të u vetë besimin të vetja. Sa këtë vetë besim është shumë burë? Po qëra Zoti ka kriju femnën për me majtë fëmi, familje, me eduku. Pa mërë parasysh, femna dhe pa moshkull në bjetan. Ka që ju desin burrat edhe i ka rritë fëmijaj. Ama tash një femën nëse ka burrin gjallë. Edhe e mon misupe krejt familjen, mundesh me majtë sa mundesh, po kur nuk e ki përkrajen e burrit, tash po folin aspekt pozitiv, s'po do mi i drogës, alkoholit e do që përdorin, do sa në tjera, po folin normale. Çdo femën ka nevojë për mbështetjen e moshullit, veç kushtran. A më nësë së femrat pak mbështeten nga meshkujt? Shumë e vërtet është. Shumë e vërtet është. Shumica jem bo, tash kam kalue, moshtë u bo gruja pelu në rolin e burrit, kështu që nuk po... 2 gra me një shtëpi nuk bajnë. Do të më kam burri edhe gruja gru. Nja dhënë respektin reciprok dy anësh. Pa marrë parasysh krizave, sakrificave që i kanë, çifti po dut për fëmi me mbyllë syt në shumicën e rasteve, nëse nuk ka dhunë fizike, psiqike, s'përdorin drog, alkohol, janë gjona që nuk ju jepi rast, donu, është ma mira. Po nëse ka fjallë, gjithë kush ka krizat e veta, te i kalo, e fale. A më në që sot qiftet po falin të shumë, më të si s'po japin? Vetë besimit e prumbre? Qëto probleme, se me shkojtë si të ypin 40 vjetë, nëjnë që ta shune ku ma rritë kulmin i ka bo gruja, dhe me thonë fëmita dhe s'ko ku shkën, familja se dim zakonisht në mbështetja që i ka vjen të na, fëmija rrinë të baba, është pak ka i zakoni alo i të njërshit, që to problemin të moshtle, se i rritën përgjërësit, ta një femna a i ka atë vetë besimin se ju kanë rritë fëmija menon që e ka rritë gjithë shkafen. Për kundra zi që ata shtohen obligimet për dy palë do të me folë, si për femnën, si për moshlen, do të me i dalë kërshi familjes. Një moshkull që tërhiqet, kur ka sprova familja, a i nuk ka pse rrinë aty. Femna në sprova e këqyr burrin sa bën, edhe burri e këqyr në sprova dhe veta sa bën gruja për ta. E faktikisht që tu lindin dësa në konflikte që nuk ja fol femna.
femna është shumë e ndishme, sidomos po folin në aspekt sinon, sinoni ka fëmijë pikdopt, e arron edhe veten, sakrifikon krejt rinin e pa marrë parasysh zonave, po janë shumë pa falenderuesa, sidomos moshat 40 vjet, po foli janë ekstremitet. Jepja vëlla dorën, e ki zojen, është menaxhment e mirë, jepja dorën, okej, shko përpara me to, është ma shkat. Nuk do me thonë që dy gjithmonë do të më konë shkat, njani gjithmonë do të më pas ma mirë, ma shumë shkatësi, ke moshkull apo femën, po të na shqiptarët, keq është, se dije, kam marrë kohë shumë të gabune, edhe degenerimi, rrjetet sociale, grupet e grove, të i po, femnat në perëndim, kje lejohet, jo pra s'lejohet. Shumë sene nuk i lejohen. Çka s'lejohet sipas teje? Po tash po folin aspekt ratis, nuk lejohet. Një non që e traton edhe e ka burrin të shtëpia, s'ki pse shkon ma të fëmijët. Si pse, si që shikqyra ta fëmi ma. Tash e ki moshlën, traton. Të i ditë mundësi që femna ka ma shumë mundësi për të ratis se moshlë. Po në bas statistikave, femnat i ndalë ma shumë që tratojnë. Po në fund na dolin një feministe, po që kundër asaj. Sipas statistikave, është shumë me vërtet që femnat ma shumë tratojnë. Amo femnat, mësara, moshli, për epsh traton, femnat traton për akmarrje. Oha, interesant kjo ke. Kështu që mësara, po. To mojen men, femnat akmerët, për akmarrje e bën. Traton me zemër, ta ma në akmarrje. A moshli ka vesh për epsh, ego. Edhe ditën e mirë dhe i kthejet. Më në ditën që familja që ashtu ka me funksionu, dhe të merr vesh partnerja. Si të merr vesh partnerja, tani tratin prit e vlo. Kur të në qështë ke po paradite, kthejet mazite. Sakt. Si për femnën, si për moshlën. Çfarë grua realiste, Faleminderit. Këso grua që i trajtojmë këtë temë, e theve një tabu plumë. Respekt. Po tash jam grupit grove edhe për shot degenerim total. Aty le kontribojmë në përrose, shumë janë femna, mama single, kanë urrejtje femën me femën, përderisa kanë urrejtje femna me femën. S'po mu e imagjinoj që ka mundën me bo tutje një jetën private, nëse në rrjetet sociale i shfaqin ato sërët e veta, negativitetet e veta, unë nuk mu e shumë nëryshe ato, qësh mundet më konë mrena objektit shpis. Nuk mundet më konë ma nëryshe prej objektit shpis. Krejt e kena onën pozitive dhe negative. Po onën negative, nuk e dije, nuk është okej, më të bof mje LGBT, nuk është okej. Ka regla, prindi du të me qitë regla fëmijës. Pa marrë parasysh ligjit, ligji i fëmijës është prindi edukata. Mu shkolla së më mësën fëmin që shumë delë në rrugën të ardhmen. Edhe çfarë rrugë më merr, ai mundet me mësu për ditorin tutje, shkollimin edhe punësimin, po jo që sillet me njerëz gjatë në punës, gjatë orarit punës, ose me një gru kur të merr në të ardhmen, ose vajza një burr. Ajo është edukat familjare prej, unë e tham, familja është prej babës, prej nanës o trungo. Mia janë rremat. Tash baba e nona, varet kërejqësh e sillën situatën. Po vjen ka që po e tham, me shumë realitet po e tham, bo në burra, trego në vetën, ma pak tratiki një pi femnave. Kjo ke kanë shmë shumë. Respekt. Besoj që këto mesazhet tua mos të kanë shkuar në vesh të shurdhur dikujt. Mos i thoni po degenerimit, mos i thoni po degenerimit. Mos i thoni po. Respektoj se cilën pi. Sekret e ka një zot. Ama degenerimin total që jena të e po, e shra dhe fëmija jam, së s'muna u mjanallu në rrjetet sociale, ta shpolim real. Kanë angazhimet e veta, po qka për shumë, kur po e bën mosha 50 vjeqare, ta shpoli real, mosha nënës teme, unë e shën rrjetet sociale, unë e kisha qitë vetën për adaptim, vlo. Po të kalzoj isha lajmëru se unë jam me Prizrenit. Për adaptim në komun kisha shku e kisha qitë vetën. Më adaptu dikush, edhe em një nonë sem ja kisha shly, me po në qatë mënyrë, që shë shok gërat, 50 plus, qka bëjnë?
në rrjetet sociale. Kemi mos haro, me qëra fjala të jam shumë realist. Kemi komentuar se mbi 50 që kemi mesazhe jo të mira, sidomos për Nona me. është shajt. Nona është shajt. Ku po e merr guzimin i gjyshe, një non, me i bo ato vepra, ato gjona, me miqasi me krejt, na kena vlo tradita, na nuk mujna mi ik traditës. Ti sa do e ki lirin e punës e ki krejt, po vlo në vetje shqiptar ki traditat e tua. Kemi gjak shqiptari. Shqiptar pra jam, Lutem. po me po nonën tam rrjetë sociale, unë se thire më nonë. Valoj bilo ju, se në i kam animon TikTok, nona më milaj. Unë vi për një familje me tradita, vlo. Taman tipike tradite. Unë vi me tradita. Nona është non, baba është baba, vlo është vlo, motra është motër. Respekti është reciprok, s'ka urrejtje. Bashkë jenan, sakrifica bashkë jenan, gëzime bashkë jenan krejtat. S'ka, që ashtu në kam su prindrit. Qatë edukat, në Prizren se Prishtina është shumë eftoft. Se një vlo-vlon, motra-motrën, nuk e njojnë, ka tjetër frymë Prishtina. Po Prizreni ka tjetër frymë. Atje jena njëni për tjetërin. Tash, që 20 vjeti bëj Prishtinë që e martu, po, shumë shtirë e kom pas ma tatua. E kuptoj. Shumë shtirë. Hala e ki problem. Shumë e kam problem, sinqerisht po. Po që jeta të stjell nga njerë. Unë e thom atë thonjen se unë në Prishtinë e kom pa dhe ma ofër tezja se olla këto thonje palidhje që isha. Unë e des për fëmijët e vllatem. Mia jem është e vaj. Zot mos na sprovo. Olla shkon të shtëpi, olla e merr në shtëpi. Tezja s'muni shkon në shtëpi. Valla bila jo. Motra bën për vlla. Vlla ai vlla jam s'mune merr motrën e sajna me pru në shtëpi. Zot mos na sprovo, do të më imenu sa në man ndryshe. Nuk mundet një me tezja ka erë non, po valloj me ollën s'mu je krasaj. Po të s'krahasohet. Ja. Olla, gjoku jam. Gjoku jam. Olla vjen për mua, ku dë kofsha. Edhe hinë problem me burrin e vetë për pit të vllot. Se a kanë thonë motra për vllot për vlohet. Edhe është shumë e vërtet thonja. Unë jam gjenje me morë dhe fëmijët e vllot, të bisi po me ndodh diçka, kërsh bona me burr edhe i rrite. E me qëra fjale du të flasë. A shumë vllau po motra bënë sot po, njëri tjetrin. Valla së dije, unë jam qika strejte. I në përkëthelura duket jo. A? Pa e përkëthelura në familja, po? Unë jam qika bobës. Ama kam regulorën strikt prej bobës. Strikt e kam. Edhe pse e të më Prishtinë, edhe pse kam një farlirije gëgjat mirë, në ato ja kam dhënë lirin vetës, s'ma ka dhënë burri, se më ka duft me punu, me gjallnu, me jetu, me majtë familja, për që ato është familja. Po, alo, i kam 34 vjetë, alo në saban më nxez baba jam, a më thirë, ku je? Ku je punësu, të kush je punësua. Në ditën e dytë vjen baba jam viziton ku jam une. Edhe pse jam nonë e 3 fëmijëve. Që kjo është prind. Lumë si ju që keni kësi raporte familjare. Që kjo është prind. Që kjo është prind. Nonën pak e kam më të vrajsh, ale më të vrajsh. Nona gjithmonë më thot, rritin frymën tonë, fëmijën. Rritin frymën tonë. Shkolloj, drejtoj, avancoj, i ka pas ëndrat e veta drejt meje, dhe të realizoj të vajzat e tua mirë është të shku shkollimi, po tash, besoj që gojnë ka nona pak. A ke po që thënë të mija gojnë ma shumë me gjene ka dojtë. Kështu që po më duket edhe burri adaptu me ata të mitë. Po, Po, dhe ajo u shkua nina. po që është mirë, U për që mirë adaptu. është aftu. Për të mirë është, i lëmdërela mirë është. Po kur nuk jave kushtin që ti bonu si Prizreni. Ti ki tonën, ta respektej familjen tonë, po kur të më pyetje familja dhe jam, unë respektej temën. Jep ma respektin që po ta jepe. Amo kështu me bo si do që i dojnë, na. Që kam vllaznja motra në me zvetis në dërry aty. Që unë se kom përrisën e babës e burri jam. Ato që kom arrit me burrin tam e kom arrit. Po isja babës tam nuk është. Unë mu i rejt gjyks nisët babës tam. Se jam e tina. Po jo nisët burri tam, për shembull që e kalon baba vetë. Ato që i kom ndërtu une me burrin tam, ato i tham ka dole, vlo. Që tu në Prizren taj një dojnë adhan të dhëdhit, ka dole.
edhe vjen. E mira është qifti kur ka, sidomos fëmijë, edhe ka krizat e veta, ka për vëlla grun ulen tavolin, bon realist, si ose gruja, edhe thuja gjonat, tak, pa prezencën e fëmijëve. Se ndodhe edhe dhuna mundet me ndonë ndër ose, ndodh dhuna, ndodhin gjonat. Po mëse u besimin si mashkull, se Zotit ka kriju burr. S'ta ka dhonë kërkush të vajzën mja kesh përdor, mja kesh trajtue. Sidomos kur ka fëmijë. Po dhe femnën, çdo femnë si kisha thonë, kisha bo lutje. Duroni, edhe mos ja merrni përgjegjësitë e burrave që ju takojnë. Moni përgjegjësitë e ju janë mufshit mi kry, se shumë trona i kena. Ndihmoni sa muni, po përgjegjësitë e burri i ka të vetat, gruaja i ka të vetat. Don, andimoni, pse jo, më shku me punu, po familjen kur pa arru. Çka them? E shijova këtë intervistë, përse për mu ke për 2025 ajo intervista më e qelluar më duket. Turoj ty shëndet, dhe Zoti Edhe unë ju uroj, edhe një urime kam për krejt qytetarët e Kosovës. Na koftë ky vit i mbar me shumë suksese, me paga pak më të nolta, me shëndet, më shumë durim, se janë të na prit gëzha do ditë trona, diaspora po shkon, na po jesim. Edhe na kena ballafaqu. Po, patriotizmi i vërtet është pikërisht e na që shndrojmë këtu në vendin tonë, edhe ballafaqohemi me krizat e vendit tonë, e nuk ikem. Respekt. Leo të shëndes. Të rema të mirat, faleminderit shumë.